Në kuadër të takimeve prezantuese, kandidati për deputet i Pogradecit Bledi Çomo mblodhi në një diskutim shoqatat dhe organizatat me karakter kulturor dhe jo vetëm, të cilat operojnë në Pogradec. Në takim merrnin pjesë organizata e Lanç, e dëshmorëve ushtarakëve, shoqatat kulturore Mokra, Gora, Devolli e të tjerë. Gjatë fjalës së tij, Çomo shpreu konsideratat në lidhje me aktivitetin e shoqatave, por edhe mbështetjen e kahershme që ato i kanë dhënë Partisë Socialiste në çdo fushat e që nuk do të mungojnë as me 11 maj. Fitoria ka nisur gjithmonë nga ju, pasi jeni njerëzit themi me bosh dhe me shtyrë kurizore, me një të shkuar historike dhe me ndim shumë të madhe. Qoftë për komunitetin ku jetoni, pra jeni shembulli i këtij komuniteti, njerëz me vlera, me integritet, dhe jeni ata që më pak kërkoni nga të gjithë, domethënë kur vjen puna tek përfitimet individuale dhe gjitha çështjet i keni në parim dhe për çështjet të komunitetit. Ju falenderoj që mbani frymën gjallë me shoqatat dhe organizatat tuaja, ato sigurisht janë shumë herë më të mëdha, pasi kemi shoqata dhe organizata me përfaqësi krajinore shumë të mëdha, si kundërshtë ajo e veteranëve të Lançit, dëshmorët të Adhellt, për të vazhduar me shoqatën Mokra, Gora, Devolli, ato të ushtarakëve, pra shoqata që kanë ecur krahas Partisë Socialiste dhe i kanë prirë fitores Partisë Socialiste.